kam gjendja civile, kam një certifikat bindje. Edhe kur iki mbyll sy, bëhet regjistrimi. Me diskutime me tone të larta nga ana e përfaqësuesve të sektorit të peshkimit në Durrës u karakterizua takimi i mbajtur në ambientet e Interklubit të Portit. Takimi organizua nga Drejtoria e Përgjithshme Detare që kishte ftuar përfaqësues nga flota e peshkimit, si dhe autoritetet përgjegjëse për licencimin, monitorimin dhe kontrollin e këtyre anijeve në kuadër të procesit të rinovimit të certifikatës së regjistrimit të mjeteve lëndruese. Për sektorin e peshkimit, kjo certifikat 5 vjeçare konsiderohet një tjetër barë financiare në një periudhë kur pjesa dërmuese e anijeve nuk dalin në det dhe flota po kalon një krizë të thellë. Jemi tu kalu momente jo të vështira, për shumë të vështira. Kur themi shumë të vështira, flota është pa punë. Dhe e keqja më e madhe është kjo që çdo ditë neve kujtohen me natërrit që na vjen nga i gur më shumë në Durrës. Dhe këto gur janë bërë aq shumë, pesha është bërë aq e madhe sa nuk e përballojmë dot. Pra dhe ky takim i sotëm mund duket një takim i tepërt për një pjesë. Pra, certifikatet e regjistrimit të bëhen 5 vjeçare, më duket krejt e pa drejtë e pashtueshme. Sepse në anije nuk ndryshon asgjë. Përgjegjësi i kontrollit shtetëror të flamurit pranë Drejtorisë së Përgjithshme Detare, Ermal Tushaj, evidentoi disa nga problematikat e konstatuara në mjetet lundruese, të cilat sipas DPD-s lindin domosdoshmërinë e rinovimit të certifikatës së regjistrimit çdo 5 vite përmes një procedure në e-Albania. Emri i anijës portive numër qytetar, margërimi i anijës janë tipute 90 anije në 110 që ka Durrësi. Mospërputhshmëria me certifikatat e regjistrit detar shqiptar 30 anije në 110. Licenca e stacionit të radios, aktualisht janë 80 anije në 110 që nuk kanë licencë radio, por janë më shumë se 10 anije nuk janë inspektuar, nuk janë gjendje pune, vetëm 10 aktualisht që kanë në Durrës. Fikset e skatuara të zjarrit, në 45 anije kemi pas probleme. Xhaketat e shpëtimit, radhët e shpëtimit, në 80 anije në 110 kanë pas probleme. Kjo është një numër i lartë me që janë mjetet për të shpëtuar njerëzit jetën. Në këto kushte, kur rinovimi i certifikatës së regjistrimit u prit me kundërshti, Muharrem Trupja, drejtori i flamurit dhe sigurisë pranë DPD-s, i kërkoi të pranishmëve që kërkesat e tyre t'i parashtrojnë në rrugë elektronike. Unë mirë kuptoj të gjithë shqetësimet që kanë subjektët, por për sa i përket Drejtorisë Përgjithshme Detare, që ka një website, që ka adresa elektronike, që çdo kush nga shtëpia mund të shkruaj, do të marrë një përgjigje për problematikën që ka. Prej muajsh flota e peshkimit në Durrës ndodhet në vështirësi të shumta, edhe për shkak të rritjes së çmimit të naftës dhe mungesës së subvencionit nga ana e shtetit. Për këtë arsye, çdo barë financiare që ushtohet konsiderohet nga pronarët e peshkarexhave si një hap më shumë që i shtyn drejt mbylljes së aktivitetit.